Mirë mbrëma dhe përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miqtë të mi, po ju pëlqeu, bëni një subscribe, dhe si zakonisht. Sot është data 14, muaj 4, viti 2026, dhe është e martë. Çfarë nuk kemi dëgjuar, çfarë nuk kemi parë. Por, unë do ju ftoj pak të më dëgjoni mua për disa çështje. Në fillim, do u alëshoj një video për cilën ish zëvendëskryeministri i parë, Izet Mexhiti, tash kryetari i komunës së Shkupit, dhe partia cilën ai e kontrollon, Vleni, krip diçka tjetër thoshin kur shkoshin me Mickovskin në Struk. Doli sot ministri i kulturës dhe tha, Lutkovi, nuk ka artefakte në trase, por, dhe dëgjoni. Dhe tash, mu më lënë përshtypje krejt diçka tjetër. Jo që unë mbahem i mençur, por unë i kam shkruar para një 15 ditëve Bashkimit Evropian dhe kam shkruar edhe NATO-s. Nga Këshilli i Evropës kam marrë një përgjigje, kam botuar te telegram.k dhe valizoj edhe juve sot. Dhe, po mos kishte qenë kjo, shkoj korridori 8 në për Ohr. Ashtu e donin. Por, ta dëgjojmë tash se si Iran prishmon, edhe Mickovski, por edhe Lutkov lidher me atë gjatë gjithë sekondës. Dhe duhet të skuqen. Pra, duhet një gazetar, si punë ime, që t'i drejtohet Këshillit të Evropës dhe ata të sqarojnë shumë mirë. Pra, kush jam unë? Jam Mesut Shabani. Pra, nuk jam as në një televizion me emër të madh, as që kanë miliona dhe nuk u përgjigjet bëja, më është përgjigjer mua. Është çështja ime private se si. Dhe aftësia ime. Po pra, aftësia, mua ajo. Dhe, ta dëgjojmë në fillim e pastaj do më dëgjoni mua. I pandashëm sepse është projekti NATO-s që lidh Maqedoninë dhe Shqipërinë, tha kryetari i LD-s në Vlen Izet Mexhiti. Duke diskutuar pengesat e UNESCO-s për zonën e mbrojtur të trashëgimisë natyrore dhe kulturore të liçenit të Ohrit, Mexhiti tha se do të gjendet një zgjidhje e përbashkët dhe pavarësisht trasesë aktuale apo një trajektore tjetër, korridori do të realizohet. Korridori 8, atë që tha dhe ministri, pra korridori 8 ndryshe quhet edhe korridori NATO-s. Momentin që kjo qeveri është përcaktuar për të realizuar atë korridor, është për të lidhur me Shqipërinë. Dhe pra nuk është ideja për Shkupit deri në Struk apo në Ohr për të kohë, por ideja është domethënë që korridori të lidhet me Shqipërinë. Dilema e vetme është se ku të lidhet me Shqipërinë. Ne edhe mund ta respektojmë edhe rregullat e UNESCO-s edhe korridorit të kohës. Nga ana tjetër, ministri i kulturës Zoran Lutkov tha se në trasen ku kalon segmenti Trebenish-Shavthan nuk ka një lokalitet kulturor me artefakte. Po, dhe mu kjo është ajo, dhe dëgjoni tash në gjuhën maqedonase se si e thot. Po ngriten kam krejt këta burrat dhe prap nuk vinë në shtëpinë. Prap, dëgjojmë rrugdalje. Okej, ta dëgjoj. Ние разговарахме на най-високо ниво на УНЕСКО, за да најдеме заедничко решение, бидејќи тој е правен и според НАТО стандарди и ја поврзува Македонија со НАТО. Така да верувам дека во мај месец мислам дека некаде на средината на мај ќе дојдат овдека од комисијата на УНЕСКО и од делегацијата, за да можеме одблиско да им ги покажеме сите проблеми со кои што се соочуваме и инфраструктурно, но и сите проблеми со кои што се соочуваат во целиот Охридски регион и во Охрид и во Струве, за да најдеме понатаму заедничко решение. Përndryshe një muaj më parë, përfaqësuesi të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në Paris, gjatë takimit me 4 ministra tanë dhe 2 kryetarë të komunave, ju dhanë 8 vërejtje për zonat e mbrojtura të liçenit të Ohrit, prej të cilave vetëm njëra ishte për autostradën e korridorit 8 dhe të tjerat për ndërtimet pa leje të objekteve buz liçenit. Por autoritetet tona nuk theksojnë vërejtjet për autostradën tjetër Ohër-Kërçov, segment i cili gjithashtu kalon nëpër një pjesë të zonës së mbrojtur nga UNESCO. Po pra, kjo është budallakia, brina nuk ka. Pra kjo është. Dhe,
E tash unë do mbahem pak i mençur. Unë jam Mesut Shabani, nuk ka ndonjë filozofi këtu. Dhe isha vërtet shumë i prekur nga ajo që dëgjova në Struk, në Qafan, kur kryeministri i shtetit Mickovski doli dhe tha, jo, do ketë tha devijim të kësaj rrugës. E kam komentuar në shumë këto paraqitjet e mia në podcast. Pastaj dolën edhe këta të Vlenit, çfarë nuk thanë. Edhe atë do dëgjoni. Tash në fillim unë t'u përcjellë se çfarë tha Komisioni Evropian. Pra Komisioni Evropian i përgjigjet Mesut Shabanit, i tash që ju drejtohet, përndryshe unë jam edhe antar i shoqatës botërore IFI, pra jam nga Tetova, për korridorin 8 më shpërgjitur. Dhe ja versionin në gjuhën shqipe. I nderuari Mesut Shabani. Faleminderit për emailin tuaj dhe për dokumentin informues që keni dërguar. Meqense mesazhi juaj nuk përfshinte referenca konkrete nga burimet publike të përmendura, përgjigjja jonë bazohet vetëm në pyetjet dhe kontekstin e paraqitur në dokumentin tuaj. Ne e kuptojmë se pyetja juaj referohet segmentit rrugor të korridorit 8, i cili është pjesë integrale Western Balkans Eastern Mediterranean European Transport Corridor, siç është përcaktuar në rregullorën EU 2024 thyje për 1679. Është e rëndësishme të sqarohet se sipas rregullorës së re, korridor 8 nuk trajtohet më si korridor i veçantë TEN-VIS-T, por është plotësisht i përfshirë brenda korridorit WBM. Këta korridore miratojnë përmes procesit legjislativ të BE-s, si dhe janë të përcaktuara drejt për drejt në rregullore. Sa i përket drejtimit rrugor, të përmendur në dokumentin tuaj, Struk, Kërshov, Gostivar, Tetov, Shkup, mund të konfirmoj se ky është saktësisht drejtimi përcaktuar në bazë ligjore të rregullorës TEN-VIS-T. Direktorate Vice General for Mobility and Transport European Commission mbështet plotësisht rëndësinë strategjike të korridorit 8. Ky korridor paraqet një mundësi të rëndësishme për integrim ekonomik, lidhje më të mira dhe zhvillim rajonal në Evropën Juglindore. Duke forcuar lidhje transportuese lindje perëndim, ky projekt kontribon në modernizimin e infrastrukturës në Ballkanin Perëndimor. Duke pasur parasysh rëndësinë strategjike, ne pajtohemi se transparenca në vendimet e planifikimit është thelbësore. Pra, ja përgjigje për pyetjet e tuaja më thonë nga Këshilli i Evropës. A kanë kërkuar organizatat ndërkombëtare të trashëgimisë ndryshimin e trasesë së korridorit? Unë kam pyetur. DG Move më përgjigjet. Nuk ka marrë asnjë kërkesë zyrtare nga organizata të trashëgimisë për ndryshimin e këtij segmenti. Pra, rrjen e pastër e kryeministrit dhe gjithë Vlenit. A janë analizuar zgjedhjet alternative inxhinierike, tunele, viadukte? DG Movi nuk ka informacion për analizat të tilla. Ata rekomandojnë të kontaktohen qeveritë kombëtare sepse ato janë përgjegjëse për projektim dhe planifikim teknik. A është bërë studim krahasues mes rrugës origjinale dhe një alternative? Nuk ka dhe nuk është në dieni për një studim të tillë, thonë DG Move. A janë konstatuar institucionet evropiane për devijim të mundshëm të korridorit? DG Move thotë nuk është konsultuar zyrtarisht për ndonjë devijim nga trasa e përcaktuar të rregullorës. Dhe cilat do ishin pasojat financiare dhe ekonomike të një ndryshimi, kam pyetur, për shkak të përgjigjes më sipër nuk mund të bëjmë vlerësimin financiar ose ekonomik, më kanë thënë. Dhe çka vërejta unë si Mesut Shabani? Çfarë thotë kjo realisht? Me pak fjalë, përgjigjja e tyre ka 3 mesazhe kryesore. Trasa zyrtare është kjo: Struk, Kërshov, Gostivar, Tetov, Shkup, jo Ohor. Duke dhe është e shkruar në rregullorën e BE-s. BE nuk ka marrë kërkesë për ndryshim traseje. Për projektim konkret, tunele, rrugë alternativ, studime, përgjegjës janë vendet, jo Komisioni Evropian. Për ata, praktikisht po thonë, korridori është i përcaktuar ligjërisht, nuk ka proces zyrtar për ndryshim, pyetje teknike duhet të drejtohen qeverive të rajonit. Pra, kaq ishte përgjigjja e tyre. E pse mu më përgjigjen? Është kjo aftësia ime dhe nuk ka se shkandërhy. Të dhe marrë me vete në varë. Pra, sepse më kanë thënë këtyre ditëve shumë njerëz nuk u përgjigjen të tjerëve, ty të janë përgjigjer. Pse? Problemi im është dhe do e ruaj si fshetësi. Sepse edhe unë jam, mbase këtu nuk jam kërkushi, jam dikushi. Dhe se një gjë jeni të sigurt, jam i vetmi gazetar në Maqedoni që s'ka marrë kokër leku nga viti 1992 deri tash për shkrime. I vetmi. Dhe për atë edhe është gazetaria në Maqedoni atje ku është. Çfarë them unë sot për këta të Vlenit? Pustë të kapja nga pushteti. Mendi Qira, Bekim Qoku, Bekim Sali, Katrina Zekolli, Izet Mexhishti dhe Bilal Kasami janë dërzuar para dengleve të Mickosit dhe Nikolosit për devijim të korridorit 8 ka Ohri. Historia përsëritet. Srećna Nova 1946. Debati për devijim të korridorit 8 nga
politikë bërësit e blokut VMR dhe kuptohet, por të mashtrosh nuk duhet t'i falet. Mickovski dhe Nikolovski nuk duhet t'ja falni Renën mashtrimin. Nga vlen si se e tjera e cila u vetëdërzua. Dhe gjohet çfarë tha pak më parë ky tipi Izet Mexhiti, Silvien Bara. Del edhe Renë. Thot ne prap do e bëjmë një. Dini pse? Sepse për inat me mua disa mërzitem. Punë e kam. Mirë po, jo, ose do ndalet këtë korridoritet, ose nuk do bëhet si çdo VMR-ja dhe vleni. Pra, Mendi Qira ishte kretar komunën në Struk, i cili pas ka qenë në UNESCO, a nuk di gjuhë tuaja. Si e kuptoj çfarë u biseduar në Paris? Asnjëri prej këtyre nuk din gjuhë tuaja, ministrave që kanë qenë, e kretarëve komunave. Do ishte mirë ta botonte akuzën, këtyre ditë më kanë thënë shumë njerëz, parashtroje këtë kërkesë. Do ishte mirë ta botonte akuzën e gjyqit të Strukës Mendi Qira të vitit 1971, se ai u lavdrua, kam qenë i dënuar, kam qenë këtë, kam. E dini pse gjithatë nderja bën, se është kretar komune dhe njerëzit pra presin në një lek. Pra, kemi filluar dyshojmë në dikushi çfarë ka deklaruar në gjykat në 1981 Mendi Qira, sepse veprimet që i bën tash lënë të dyshosh në ato 81, sepse në 2025 për 6 muaj, pra para vitit 3 heshte problemin. Ndërsa Bekim Sali në hierarkinë e pushtetit i pari mba përgjegjësi sa kilogram ka. Nuk merre me Bekim Qokës, është humor. Deputeti i zonës e kërkon të hapur që korridorit të kalonte pasi do të vijoj nga Ohri të shkonte dhe tash do ndalem tek Kaltrina Zekolli. Unë e kam përsëritur dhe e kam thënë edhe herë tjera. Nuk kam asgjë kundër gjinit simroror. Mirë po, ajo mba post. Posti nuk ka gjini dhe duhet të mbash përgjegjësi. Janë post shumë të lartë. Është zëvendës ministrat në Ministrinë e Transportit. Resorit që e kontrollon korridorin tënë. Dhe nuk la Nikolovski pa arsyetuar këtyre ditëve. Nuk gjykojnë femra, punën e saj. Pse do të thënë, nëse vjen të utarifin, vjen dikë tjetër atje dhe hajde u kri, bën çfarë dush. Jo, do mbash përgjegjësi. Nuk duhet haruar dy liderët e vlenit, Izet Mexhitin dhe Bilal Kasami. Ta mbajnë me shëndet përsëritjen historisë të vitit 1946, ku mbetëm kështu siç jemi. Dhe të mbajnë përgjegjësi historike familjare, pra një interes jetik investues i vetmi madhor që kalon mbi territoret e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, doli të realizoj jo nga BDI, kur mos ardh pushtetet, e cila për 20 ditë arsyetoi është interesi, kjo punë interesi i Kosovës, kjo punë interesi i Kosovës më madhore, në pyetje më madhore, se kështu ndër vite, në vërtet kush e pyet Ali Ahmetin dhe kush e pyet BDI. Më në fund filloi të realizoj për interesat të saj, pra të lidhet linja e detit Adriatik me detin e Zi nëpërmes rrugës infrastrukturës së shkelur pra nga NATO. Vlen mund të ri në kuptim që sa të done, vërteta për herë del në fund në shesh. Ky debat që ka filluar dal ngadalë, po shndrohet në një nga testet më serioze të përgjegjësisë politike në vend. Ky korridor nuk është një ide improvisuar e qeverive të radhës, por një projekt strategjik i përcaktuar në kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian përmes ku trasea Struk, Kërshov, Gostivar të Shkup është pjesë e qartë e rrjetit evropian të transportit. Çdo gjë tjetër është pak material më gjatë. Keni telegram.mk. Është krimi im Mesut Shabon dhe mba përgjegjësi dhe llogari. Por vetëm një gjë. Është lojë e madhe e tradhtis mu për korridorin 8 sepse aty fillon ramja e tyre. Hjeki një pjesë komplet Maqedoninë Perëndimore ku shteti nuk ka investuar kokë dinari. Kokë dinari nuk ka investuar. Së bashku me Ali Ahmetin. Dhe ka dalë buri botës, thot këtyre ditëve, më vendos të linë ndarja Maqedonisë, por tash edhe patriot na bën, por nuk kishte zgjedhje mirë, do kishte luftë për territori. Ja, majkat. Çfarë thoshe nga 2001-shi me më hap zemrën? Problemi ti me hap zemrën, Maqedonia i delte. Maqedonia i delte. Dhe. Nuk merret askush më me Ali Ahmetin. Vetë ai merret me vetveten. Është këngë e përfunduar. Mundohet me zor të kthehet. Dhe një njeri i cili mundohet që ta kthejë në skenë politike është edhe Edi Rama. E Maqedonisë Veriut, të cilët s'duhet harroj askush, janë një popull shtet fërbus. E ardhmja e Shqipërisë nuk shkruhet vetëm në Tiranë, ajo shkruhet edhe në Rom, në Athinë,
në Londër, në New York, në Berlin, në Zyri, në çdo vend ku shqiptarët jetojnë, punojnë dhe ndërojnë. Por pa diskutim në ardhmja e Shqipërisë shkruhet edhe kudo ku shqiptarët jetojnë rreth rrotull kufitet Shqipërisë, duke filluar nga shteti tjetër i pavarur i shqiptarëve Kosova, e pastaj edhe duke vazhduar me shqiptarët e Maqedonisë Veriut, të cilët s'duhet harroj askush, janë një popull shtetëformës. Po pra, po, mirë po mos haro, Edi Rama, nga 1972 janë shtetëformues. Edhe më herët bile, 1946, mirë po 46 në shitet, po, shteti shqiptar me Enver dhe partizanët, pastaj, vitive 90 në shiti Sali Berisha me Fatos Nanën, dhe tash kjo ju mbetet juve mbi qafë. Ndërsa, më ka habitur sot që presidenti i shtetit shqiptar, Bayram Beke, ka takuar në Tiranë kryetarin e parlamentit të Maqedonisë, Afrim Gash. S'ka çfarë takon. S'ka parti, s'ka njerëz, s'ka çfarë takon. Pra, mos u mërzitni, më mirë nuk bëhet, vetëm në fund. Pra, asgjë tjetër, unë ju përshëndes dhe korridori 8, sipas Bashkimit Evropian, e ka trase, nuk ka se çfarë zbulojnë tash. E dëgjuat çfarë tha ministri i kulturës? Nuk paska artefakte. Nuk paska. Atëherë, pse gjithë kjo hallakam? Pse jeni ngritur në këmbë së bashku që ta ndaloni gjithë kriminalizmin, pse kaloni për trojet shqiptare? E këta bithpamukat, mire ka Musa Xhaferi, bithpamukat e Vlenit, që t'i ruajnë kariket e tyre. Nuk e dim se çfarë i ka kapur, ku i ka kapur Mickovski. Okej, tu ju përshëndet, dëgjohemi nesër mbrëma.